Mirë dita, paqe, vlezër, motra, Zotit ju bekoj të gjithve. Lavdi Zotit, ja ku jemi edhe sot prap tu me mesazhet e radhës. Dhe sot kemi një temë tjetër. Kemi marrë tema të një pasnjëshme, si që dim. Dhe shpresojmë që edhe ky mesazh tjetë një mesazh që ndoshta mund të nevojitet, kujdiet, po jam I sigurt që po. Tjetë një mesazh që ti ndoshta po pret diçka, që Zoti të përgjigjet. Dhe shpresojmë që ky tjetë ai mesazhi tuaj për ty, po jam I sigurt që sa herë predikohet fjala e Perëndis, e vërteta e Perëndis, gjejmë gjithçka, gjejmë gjithmonë pranë një diçka që ne kemi nevojë. Kush nuk ka nevojë për të vërtetën e Perëndis? Të gjithë kemi nevojë. Dhe kjo fjalë, fakt, lavdi Zotit, siç e dim, fjala e Perëndis është e gjallë, vepruese. Është fjala ajo që na bën pra që ne të transformohemi. Ne kemi ne dim pra që gjaku Krishtit është I rëndësishëm. Pa penes mund të bëjmë dot asgjë. Është hapi I parë që duhet bëjmë, që të pranojmë Krishtin, por dhe fjala e Perëndis, siç e dim, ka rëndësinë e vet, ashtu siç ka rëndësinë e vet fryma e shenjtë. Edhe sot do flasim për një mesazh që gjithë na intereson, kemi këtë uri, të jemi të uritshëm për Krishtin, për Zotin ton, për praninë e Tij. Japim mirë se ardhmë bëjmë lutje bashkë, që fryma e shenjtë si gjithmonë të na udhëheqë edhe në këtë mesazh, dhe vazhdojmë pastaj. Atë Perëndi, si gjithmonë të falenderojmë ty, I plot fuqishëm, I gjithdijshëm, ti që je sovran dhe I denj. Të falenderojmë atë për gjithçka, mundësinë mbi të gjithë që na jep, të jemi këtu, të ndajmë këto mesazhe e rradhës, ato që ti na ke vendosur në zemër, Zot. Edhe unë lutem në emër të Krishtit, Zot, që ti jesh ti, që të flasësh më të me, bëje që kjo fjalë, Zot I madh, të shoqërohet. Të shoqërohet në të gjithë ato që dëgjojmë me një prekje, Zot, nga ty. Të gjithë ne kemi nevojë për një bekim, ndoshta për shërim, për çlirim. Gjithë ne kemi nevojë, Zot, për një përgjigje nga qielli. Edhe bëje që të jetë ky, Zot, momenti. Bëje, Zot, që ky mesazh të preki, Zot I madh, të gjitha që kanë nevojë. Shoqëroj këtë mesazh. Eja fryma e shenjtë, më udhëhiq, na mbulo, na shoqëro si gjithmonë, bëj që ti jesh ti që të flasësh, e të na bekosh edhe sot në këtë ditë. Të falenderojmë, Zot. Të falenderojmë në emër të Krishtit Jezus, që beku qoftë gjithë jetën e vet. Amen. Pra flasim sot për urinë. Kemi uri për praninë e Krishtit, Zotit tonë. Kush nuk e don, gjithë e don. Marrim një varg e Eksodi 33, lexojmë madje 2 vargje. Eksodi 33, lexojmë 13 edhe 14. Pra Eksodi 33, vargje 13-14 thonë: "Prandaj tani që më ke me sy të mirë, më bëj të njohura rrugët e tua, që të kem mundësi të njoh dhe të fitoj hir në sytë e tu, merr parasysh gjithashtu se ky komb është populli yt." Zoti u përgjigj: "Prania ime do të shkojë me ty dhe unë do të jap pushim." Ose çlodhje, si e du me më mirë. Pra njerëz si Mojsiu, pra, që kanë përjetuar gjëra që ne ndoshta I ndrojmë këto gjëra, duke thirrur pra që mund t'i njohim këto gjëra. Kush nuk është don, gjithë, ose të njohim Zotin, po ta njohim Zotin ashtu si Zoti don që ata o ne ta njohim edhe. Ashtu si Perëndia don. Pra kur njohim Perëndin, Zotin, është një proces mbi të gjithë, sepse nuk mbaron thjesht me një kutadiu, me një të njohur, sepse dëshira për të njohur Perëndin vjen nga një farë thellësie e qenies sonë. Por ata që nuk kanë dëshirë për gjërat qiellore,
këto mesazhe besoj nuk e tërheqin fare. Kështu që prandaj është e nevojshme pra që ato të kenë ato dëshirë për gjërat qellore, po patën dëshirë këto mesazhe e tërheqin. Nuk kanë dëshirë këto mesazhe nuk e tërheqin fare. Por ata që i dëgjojnë duan, pse i dëgjojnë? I dëgjojnë sepse duan ta njohin në thellësi Perëndin. Ky është motivi pse ti për shembull ndjek një predikim të një predikuesi, ose një pastori, ose ndoshta edhe të mijat, është sepse don që ta njohësh Zotin më në thellësi, ashtu si Abrahami, ashtu edhe këtu siç lexuam Mojsiu, ose edhe Elia, e tjerë me radhë, siç e dim. Atëherë unë po them që fryma e shenjtë është aty pranë teje në këto momente për të ndihmuar që të realizohet kjo dëshirë. Fryma e shenjtë tani në këto momente do të realizojë dëshirën tënde që ti ta njohësh Zotin akoma më thellësi dhe më mirë. Pra Perëndia nuk zbulon veten e vet, si mund themi, ekonomikisht. Okej? Prandaj Perëndia nuk i zbulohet individëve që nuk janë të uritur për Perëndin. Okej? Perëndia nuk i zbulohet personave që nuk jetojnë një jetë që i pëlqen Perëndis. Dhe Perëndia nuk i zbulohet personave që nuk e duan Perëndin. Vje keq, okej? Vetëm Perëndia, siç e dim, i njeh zemrat, por bota na njeh për atë që ne jemi në paraqitje nga jashtë, por Zoti na njeh frymën tonë, zemrën tonë brendshme, pra dhe e di nëse zemra jonë është apo jo e uritur për Perëndin. Ose thjesht një kult buzëve të sipërfaqshme, po Perëndia e dum, po faktikisht nuk e dum. Po Zoti i din këto gjëra, është e kohë që ti fshijmë me ti. Kështu që Mojsiu tha, në qoftë se kam gjetur hir në sytë e tu, më lejo të kem hirin tënd pra. Pra, me pak fjalë, mu zbulo mua. Dhe Zoti premtoi që prania e Zotit do të shkonte me Mojsiun. Kjo është gjë që gjithë ne besoj që ne kërkojmë. Pra çdo individ që i drejtohet Perëndis për të njohur më shumë Perëndin, Perëndia e shpërblen duke i dhënë çfarë? Në shoqëri pikërisht praninë e tij dhe si përfundim pushimin ose çlodhin e tij. Sikur është Perëndia me ne, gjërat shkojnë ashtu si don Perëndia, Zoti i din dobësitë tona, aftësitë tona, forcën tonë, kështu që si përfundim çdo gjë që e bëjmë në paqe dhe gjithçka që e bëjmë me një qetësi dhe si përfundim kjo na jep dhjetë çlodhje, jo sforcime. Ke psalmi 86, vargu 11, Bibla thot, psalmi 86, 11, mëso më rrugën tënde, o Zot, dhe unë do të ec në të vërtetën tënde. Bashkoje zemrën time me frikën e emrit tënd. Sa vargje të bukura që janë këto. Bashkoje zemrën time me frikën e emrit tënd. Tu shikojmë atë që dilte, ky është psalmi i Davidit, tu shikojmë për atë që dilte nga zemra e Davidit. Çfarë kërkonte Davidi? Kërkonte të njifte pra më shumë Perëndin. Dhe ne të gjithë si besimtarë besoj sot, më shumë ecim përpara me Perëndin, më shumë duam ta njohim akoma. Ne duam gjithmonë ta njohim akoma më shumë. Më shumë e kuptojmë, ose ndoshta ne nganjëherë e kuptojmë që nuk po e njohim Zotin më mirë, pra, por më shumë ne ecim përpara, më shumë ne e njohim atë. Më shumë jemi dorë për dorë, më shumë e njohim. Më shumë ta njohim Perëndin, më shumë e kuptojmë se sa na mungon akoma ta njohim Perëndin. Pra, më shumë ne e kërkojmë, më shumë prap arrit kuptojmë, pra se sa ne akoma na mungon diçka që ne akoma du ta njohim më thellë akoma Perëndin. Pra kjo vjen kur ne i klithim atit, i bërtasim atin lutje, pra për ta njohur atë sa më mirë. Pra ne nuk duhet të ecim, si më themi, pas njohurisë, por shkojmë pas njohurisë së Perëndis. Ka një diferencë midis njohurisë, që është e jona, dhe njohurisë së Perëndis.
Sepse diferenca është e madhe pra midis asaj tonës dhe asaj të Perëndit. Madje ajo jona, siç thot ke Korintasi, ajo na fryn një çik, na nxjerr jashtë fare. Pra ka diferencë madhe. Nuk është thjesht një dëshirë për të njohur diçka, por është një dëshirë për të njohur vetë Zotin tonë. Pra nga njëherë arrim në një pikë duke menduar se kemi përjetuar shumë gjëra, por faktikisht kemi njohur pak nga ajo që Zoti kërkon. Pra sa herë që Perëndia zbulon në ne një gjë të re, kjo krijon në ne më shumë akoma ri, se jemi të sigurt që Perëndia është i pafund, i pa limit. Kështu që nuk ka të sosur. Prandaj sa herë që Perëndia na zbulon një gjë të re, në ne krijohet diçka që akoma më shumë kemi këtë uri për Zotin. Unë do të lexoj ca vargje ke Filipianët. Shkojmë ke dhjata e re. Dhe Filipianët kapitulli 3 do lexojmë goxha, do lexojmë se është shumë e rëndësishme të dim, marrni mend prap Filipianët kapitulli 3 do lexojmë nga 1 deri ke 21. Filipianët kapitulli 3 nga vargu i parë deri ke 21. Do ta lexojmë se është shumë i bukur ky kapitulli. Së fundi o vëllezërit e mi, këtu është pali pra që shkruan Filipianëve është Shqipëria e madhe e dikurshme, për që ato që se din, kështu që prandaj Filipia jemi ne, Albania, Shqipëria. Së fundi o vëllezërit e mi, gëzohuni në Zotin, sepse pali ka shku edhe në Iliri, pra është fut shumë thellë edhe brenda Shqipërisë ku jemi ne sot, në Apolloni, por edhe Filipia, ishte Shqipëria të hershme, pra ishte, se mu themi kufi me Maqedoninë, ose me Greqinë. Për nese, jemi ke Filipianët 3, lexojmë se jemi goxha vargje, do të lexoj gjithë 21 vargje. Së fundi vëllezërit e mi gëzoni në Zotin, për mua nuk është e rëndë t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, por për ju është siguri. Runi nga qemt, runi nga punëtorët e këqij, runi nga tërprerët, sepse rreth prerja vërtet jemi ne, që shërbejmë Perëndis në frym, pra në frym në shenjtë, dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Megjithëse unë kam përse të besoj dhe në mishin. Nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë kam akoma më shumë. U rreth preva të 8 ditë. Jam nga kombi Izraelit, nga fisi i Benjamimit, hebre nga hebrejt, dhe sipas ligjit farisej. Këtu pra pali pra shikojmë që po jep atë autobiografinë vet, pra në një mënyrë po tregon kush është, për ato që tu ta dinë tu ke Filipianët 3, pali flet kush është, që ishte izraelit nga fisi Benjamimit, hebre pra dhe sipas ligjit madje edhe farisej. Sa për zellin, për ndjekës i kishës, për sa i përket drejtësisë, që është në ligj, i paqortueshëm, pra i zellshëm në ligjin e Mojsiut. Ai besimtar ishte. Por gjërat që më ishin fitim, që u dukte, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Dhe më të vërtetë i konsideroj të gjithë të një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit, Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjithë to dhe i konsideroj si ple që unë të fitoj Krishtin. Dhe që të gjendem në te, duke pasur jo drejtsinë time që është nga ligji, por ato që është nga besimi në Krishtin, drejtësia që është nga Perëndia me anë të besimit, jo më të ligjit. Që të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe pjesëmarrjen në mundimin e tij, duke u bërë vetë i ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ringjalljes për të vdekurit. Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po vazhdoj të rend për të zënë, sepse edhe unë u zura nga Jezu Krishti. Vëllezër, sa për vete, nuk mendoj se e kam zënë, por bëj këtë, duke harruar ato që kam lënë pas dore dhe duke prirur drejt atyre që kam përpara, por rend drejt synimit, drejt çmimit të thirrjes së lartë më të Perëndis në Krishtin Jezus. Pra të gjitha ne që jemi të përsosur, le të kemi këto mendime. Dhe në qoftë se ju mendoni ndryshe nga ndonjë gjë, Perëndia do t'ju zbuloj edhe këtë. Por në pikën ku kemi arritur, le të ecin sipas të njëjtës rregull me të njëjtën mendje. Bëni imitues të mi, vëllezër, dhe bëni atë që eci kështu, dhe vëreni ata që ecin kështu, sipas shëmbullimit që keni në ne.
Sepse shumë nga ata për të cilët ju kam folur shpesh, dhe tani po ju tham duke qarë, ecin si armiq të kryqit Krishtit dhe fundi i tyre është humbje. Perëndia e tyre është barku dhe lavdia e tyre është në turp të tyre. Ata mendojnë vetëm për gjëra toksore, sepse qytetëria jonë është në qej, prenga dhe presin shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin tonë të përujur që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që nënshtroi ndaj vetes të gjithë gjërat. E lexova gjithë te kapitulli se është i mrekullueshëm ti pakuj. Pra, këtu lexojmë se si Pali shpreh urinë për të njohur Perëndin dhe na bën kuptojmë që pavarësisht nga të gjitha ato që ai njifte, ai njifte shumë nga ligji. Ishte madje rreth i zellshëm në të gjitha, ai prap kishte nevojë të njifte akoma më shumë Perëndin. Ai njifte ligjin, ai njofti edhe Krishtin, ai njifte akoma, po akoma këtu shikojmë që ai kërkon akoma më thellë ai njifte Perëndin. Pra nuk duhet kërkojmë Perëndin thjesht për të kërkuar atë rahatin tonë. Por na duhet kërkojmë që të jetë dhurata e jetës sonë. Të jetë Perëndia pra që mban vendin e suprem pra në zemrat tona. Perëndia nuk na zbulohet neve në qoftë se e kërkojmë për motive të gabuara ose egoiste. Ta harrojmë të gjë. Perëndia nuk na zbulohet nga kjo pikpamje. Për shembull, du të bëhem si Mojsiu, ose unë du të bëhem edhe unë si Elia, ose unë du të rri djathtë Krishtit. Sepse Perëndia nuk na zbulon kurrë neve këto gjëra, nuk mund të bëjmë këto lloj lutjesh, nuk mund ta kërkojmë në këtë farë mënyre. Ktu ke Filipianë 3, shikojmë pra, kemi kujdese, çfarë shikojmë? 12 krizat në jetën e Palit, ku ai kërkonte ti kishte këto gjëra, dhe me këto gjëra shikojmë urinë e tij për gjërat e Zotit. Tek vargu 2, qenve i referohet pra njerëzve besimtarë që sillen si qenë, pra që sforcojnë për shembull të shenjtit, që të jetojnë në një jetë me vepra dhe jo me besim. Për këtë i referohet qenët. Por përsërisht është shumë e rëndësishme pra, i referohet besimtarëve për qenë pra, që sillen si qenë që sforcojnë ose na, si më themi, i shtyn pra i nxisit shenjtit, neve besimtarëve, që të jetojmë një jetë me vepra dhe jo me besim. Tek vargu 3, lexojmë që të rrëthprerit e vërtet, që adhurojnë Perëndin në frymën e shenjtë, i jemi ne. Dhe në këtë Pali po zbulon diçka pra, edhe për veten e tij që ai ishte një njeri që dëshironte ta adhuronte Perëndin në frymën e shenjtë. Pra dëshirat e një njeriu shfaqet në jetën e tij, sepse kur një njeri jeton në një farë mënyre, kjo sepse ai dëshiron kështu, por ne jemi të rrëthprerë në frymë, në zemër, pra që adhurojmë Perëndin dhe me këtë ne kemi mësuar të adhurojmë Perëndin, si të adhurojmë? Në frymën e shenjtë. Kemi hyrë në një vend ku mishi ka vdekur dhe ku mund të adhurojmë Perëndin lirisht në frymën e shenjtë, pa i besuar as pak mishit. Kjo ishte dëshira e Palit dhe kjo duhet të jetë edhe dëshira jonë sot, sepse nuk mund të kërkojmë Zotin, por qëse ne nuk jemi të uritur dita ditës për Zotin. Pra nuk mund të themi që kemi arritur e tani dim çdo gjë, sepse asnjëherë nuk ka për të ditur gjithçka. Asnjëherë. Por të mësojmë edhe këtu ne nga Pali. Pali që kishte uri dita ditës për të mësuar e për të ditur për Zotin, edhe pse kishte përjetuar një gjë, një takim atë, sepse donte të përjetonte akoma këtë uri me Zotin. Në fakt, ke vargu 4 po thotë që nuk duhet të kemi besim në mishin tonë. Ke vargu 5 dhe 6, lexojmë që Pali mund të lavdrojë në diçka si jude që ishte, sepse respektonte ligjin. Ishte rrethprer, njifte ligjin e Mojsiut më mirë nga të gjithë, shkonte rregullisht në tempull e gjithë me radhë. Pra mund të lavdrojë në diçka si jude që ishte, dhe ishte i vetmi që mund të lavdrojë në mish. Pra përsa i përket fejes që ai respektonte. Por ai nuk u lavdrua një lloj, edhe pse ai e meritonte nga një pikpamje që tu lavdronte në mish, por nuk u lavdrua në mish për të.
sepse kuptoi që ishte ple. Te vargu 7 Pali thotë që çdo gjë që bëra si jude, pra kur isha në mish, pra që respektoja fenë judaike, që jam pra duke u bërë pra Pali thotë që çdo gjë që bëra si jude, sepse ishte jude, duke e bërë në mish atë gjë, e konsideroj si përfundim një dëm të madh për jetën e Krishtit, diçka që s'u llogariste fare. Pika 3 këtu është që kishte uri për të humbur çdo gjë që i përkiste mishit, që nga një pikpamje u dukte si e rëndësishme për Palin, ajo pra që ai jetonte në mish, ajo lloj jete në mish. Ju dukte pra e rëndësishme, por ja që shikojmë pra nuk kërkonte ta humbiste, por faktikisht binte shkatrim ajo që ju dukte mirë atij në mish. Tek vargu 8 lexojmë pikën e 4 ku thotë që ishte i uritur për mallështinë e njohjes së Jezu Krishtit. Me fjalë tjera ai po thonte që nuk më intereson për rrethprerjen, për gjenologjin apo tjerë, por më intereson mallështia e Jezusit. Dhe vargu 8 vazhdon të thotë që çdo gjë që bëra si jude deri tani ishte ple para asaj që Perëndia kërkonte faktikisht prej atij dhe prej ne sot. Okej, sepse nuk është që kërkon vetëm për atij, e kërkon edhe për ne sot. Tek vargu 9 shikojmë që Pali ishte i uritur me drejtësinë e Perëndisë në Krishtin Jezus e jo me të tijën, ose sot ne jo me këtë tonën, sepse duam të identifikohemi me çfarë? Me drejtësinë e Krishtit. Pra vargu 10, Pali thotë që don të njohë Krishtin, por dhe fuqinë e ringjallësit të Krishtit, që të transformohet nga i vjetër, pra që është në atë që ai ishte pra, në të re. Dhe për bashkësinë e vujteve të tij që flet tu, po i referohet pra që të bëhej si Krishti dhe kështu të ndjej atë që Krishti ndjeu dhe kemi që të merret edhe karakterin siç edhe kemi ne karakterin e Krishtit sot. Pra duke e barazuar si përfundim veten e vet, po barazoj me vdekjen e Krishtit në gjithçka. Pra me këtë Pali po thonte që kërkon të vdes për këtë botë, ashtu si Jezusi diq për ne te kryqi. Jezusi humbi veten e tij, për çfarë humbi? Për të na pasur neve. Dhe ne duhet humbasim veten tonë për çfarë? Për të pasur Krishtin. Pra Jezusi dha çdo gjë për të na shpëtuar e për të na dhënë neve gjithçka. Ai dha gjithçka që neve të këtë gjithçka. Dhe ne duhet t'japim çdo gjë, gjithçka për atë që ne të kemi të gjithë atë. Plotësinë e Krishtit. Atëherë jep gjithçka për Krishtin dhe Krishti t'jep gjithçka. Besoj që ajo që t'jep Krishti është më shumë se ajo që japim ne. Dhe kjo është e fuqishme fakt vëllezër dhe motra, dhe është pra një lutje e fuqishme, një lutje madhe. Kjo pra që lexojmë. Edhe tek vargu 11 po thotë që kërkon të jetë i vdekur në botë dhe të ringjallet në Krisht duke u shfaqur ose u shfaqur për në Krisht ashtu si Krishti është sot. I ringjall. Vargu 12. Nga përkthimi grek tu fakt thuhet që dua të kapëm nga Krishti që jam kapur. Pra Krishti, sepse kur bëj këtë, Krishti e mban shtrënguar zemrën tonë. Me fjalë tjera, ai që më mban shtrënguar në dashurinë e tij, duhet që edhe unë ta mbaj shtrënguar në dashurinë time e në shpirtin tim atë. Kështu që këtë thot Pali, ashtu si ai mban mua, edhe unë ta mbaj edhe me gjithçka, me gjithë forcën time. Kjo vargu 13 Pali këtu kërkon të harroj atë që bëri në ligj si farise. Por dua të bëj atë që Krishti na komandoi thot. Të heci përpara në frym e jo në mish. Kjo vargu 14. Synimi i parë ishte të bëhej si Jezusi. Sepse për thirrjen e supreme, së lartme pra, i referohet që të jemi në të njëjtën të konfirmuar në shëmbëtyrën e Krishtit Jezus. Dhe akoma sot kjo është dëshira e Perëndisë për ne të thirrujt e tij. Të bëjmë pra të njëjtën gjë, që të konfirmohemi me shëmbëtyrën e Krishtit dhe jo me këtë botë. Kjo vargu 21 me këtë Pali po thonte, po na thot edhe neve sot, që po pret kthimin e Jezusit për të na dërguar neve në lavdi, që ashtu si Krishti u ringjall me një trup lavdishëm, edhe ne do kemi trupin tonë të lavdishëm, fal pra Jezusit. Lexova gjithë se pa shumë zbulesa këtu, në fakt këto ishin pra gati goxha zbulesa,
Dhe kështu, lexojmë pak ke Psalmi 81, nga 13 ke 16. Psalmi 81, 13 dhe ke 16 thotë. Dhe në fund më, lexojmë nga 13 thotë. Sikur populli im të më dëgjonte, sikur Izraeli të este në rrugët e mia. Do të poshtëroja me njëherë armiqtë e tij dhe do të ktheja dorën time kundër kundërshtarëve të tij. Ata që urrejnë Zotin do t'i nështrohen dhe fati i tyre do të saktohet për jetë. Dhe unë do ta ushqej Izraelin pra me gruri më të mirë dhe do ta ngopja me mjaltin që pikon nga shkëmbi. Nga shkëmbi pra Perëndia dëshiron e pret për nesh që ne ta njohim më mirë atë. Me këtë që po tham këtu, është që të krijoj në ne gjithë bashkë urin për të kërkuar Perëndin. Saktësisht pra siç e kisha besoj që e kam pas dhe unë që fillim, gjithë ne kemi pas fillim dhe kemi edhe sot akoma, e lavdi Zotit. Dhe kjo është që duhet tjetë e vazhdueshme. Pra këtu ke Psalmi 81, Zoti po thotë që në qoftë se populli im, Izraelit referohet, po sot Izraelit dhe vërtet, i jemi ne sot, krishterët. Pra në qoftë se populli im të kishte njohur Perëndin dhe rrugët e Perëndis, armiqtë e tyre do të nështroheshin para tyre dhe do të merrja përsipër çdo problem, thotë Zoti. Për gjithçka që ti ke nevojë. Pra vetëm gjë që Perëndia kërkon nga ne është që ne ta njohim më thellë Perëndin dhe çdo gjë tjetër do të ishte në dispozicionin tonë. Ky është premtimi që Bibla, fjala e Perëndis, bën për ne që më shumë ne tani vazhdojmë të kërkojmë më shumë marrim. Nuk mund të njohim Perëndin kaq thellësisht duke drejtuar syt në gjërat natyrore ose materiale që na rrethojnë. Sepse gjërat natyrale, gjërat materiale, gjërat e kësaj bote që janë rreth nesh mund të na ndihmojnë, por deri një farë pike. Deri një farë momenti, deri një farë pike, nuk mund na arrijnë të na mbushin zemrat. Ke Jobi 26, Jobi 26, 13-14, Bibla thot, Jobi 26, vargje 13-14, dy vargjet e fundit. Me frymën e tij ka zbukuruar qejt, dora e tij ka shkuar tej për tej gjarprin dradharak. Ja, këto janë vetëm thekët e veprat e tij. Çmurmurim të lehet të arrijë të dëgjojmë, por vallë kush do të arrijë të kuptojë gjëmimin e fuqisë së tij? Keni lexuar ne këto vargje të Jobit, këtu Jobi pohon që ajo që është natyrore, që na rrethon pra, është thjesht një pjesë e vogël e rrugës së Perëndis. Dhe me këtë duhet të them që ne nuk mund ta njohim Perëndin thellësisht vetëm duke parë ose duke studiuar natyrën. Por kemi nevojë për frymën e shenjtë që të na udhëheqë, të na zbulojë këtë thellësi. Pra të koncentrohesh vetëm në krijimin është një lloj sikur të kapësh ose të prekesh vetëm një pjesë të vogël pra të Perëndis, që këtu quhet thekat e veprave. Prandaj këtu kur flitet për thekat e veprave, pra jemi ke Jobi 26, vargje 13-14, kur flitet për thekat e veprave, është një lloj pra sikur ne të kapësh ose të prekesh vetëm një pjesë të vogël fare të Perëndis. Po si mund ta njohim tani më shumë Perëndin? Marrim sa vargje. Kam ja 4-5 vargje. Besoj që ja dalim tamam në kohë. Si mund ta njohim Perëndin? Kjo është çik tani që na intereson. Okej, gjithë ne duam të njohim thellat e Perëndis, por pyetja është si mund ta njohim ne Perëndin? Okej, shumë vetë thonë, po unë po sforcohem, po mundohem, bëj edhe anën time, por kërkoj pra ta njoh, po pyetja është tani si? Edhe Bibla na mëson. Kështu që prandaj shkojmë tani ke 1 Korintasve, kapitulli 2, 11-12. 1 Korintas, kapitulli 2, vargjet 11-12, Bibla thot: sepse cili nga njerëzit, pra një gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si një gjërat e Perëndis, përveç fryma e Perëndis.
Dhe ne nuk e kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, duke referuar pra frymën e shenjtë, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Pra, tuke 1 Korintas, kapitulli 2, vargjet 11-12, e vetë thot që e vetmja mënyrë është që të kërkojmë ndihmën e frymës shenjtë dhe nuk ka alternativë tjetër. Dhe kjo do thot që Perëndia i zbulohet besimtarëve dhe jo besimtarëve. Sepse jo besimtarët, bota, nuk e kanë frymën e shenjtë dhe nuk ka se si të kërkojnë të thellët e Perëndisë dhe Perëndia nuk i zbulohet. Po kjo do thot këtu që Perëndia i zbulohet, po kujt? Neve besimtarëve, se ne kemi frymën e shenjtë, ne kërkojmë frymën e shenjtë, duhet që të na mbulojë, dhe është fryma e shenjtë ajo që punon. Pra, është kështu pra mënyra se si ne mund të kërkojmë të thellat e Perëndisë. Ke fjalët e urta 12, lexojmë një varg. Fjalët e urta 12, vargu 26, thotë: I drejti e zgjell me kujdes shokun e tij, por rruga e të pabesëve i bën që të humbasin. Pra, në momentin i drejti, kush është i drejti? Në Bibël, kush na figuron i drejti? Pra, në momentin që ne fillojmë, ose fillojmë ta kërkojmë e të njohim Perëndin, ndodh një veçuri ose një dallim, si mund të themi, sepse jo besimtarët nuk mund ta njohin. Por ne po, ne besimtarët po. I drejti e zgjell me kujdes shokun e tij. Nga përkthimi në italisht është i drejti i tregon rrugën shokut të tij. Ky është përkthimi nga italishtja. Pra, Perëndia është me të, e nuk kthehet mbrapa, sepse Perëndia nuk ja kthen krahët asnjërit. Perëndia është me të. Kush është më i drejtë se Perëndia? Asnjëri. Perëndia është me cili do pra, me të. E nuk ja kthen mbrapa, sepse Perëndia pra nuk ja kthen krahët askujt. Me që jemi duke fjalë të urta 12, shkojmë ke 25. Fjalë të urta 25, lexojmë vargun 26, hajtë. Atëherë, 25, vargu 26, Bibla thot, pra fjalë të urta 25, vargu 26. I drejti që dridhet përpara të pabesit është si një burim i turbullt dhe një pus i ndotur. Pra, me fjalë tjera, këtu po thotë që kur një i drejt ndalon të jetë i drejt, që nuk është më i drejt, ka qenë i drejt, po tani s'është më i drejt, fillon e mashtron, fillon heci çik me të jetën e vjetër, si i pëlqen, shikojnë sikur gjërat nuk po i shkojnë më ashtu siç duhet, thotë tani të devijoj pak, shkoj pak aty ku isha. Pra, kur një i drejt pra ndalon të jetë i drejt, ky është një lloj sikur po i gjujzohet botës dhe jo më Krishtit. Dhe bëhet i pisët. Po bëhet i laparosur, ai sa nuk arrin dot më të gjej as rrugën e kthimit dhe bëhet madje dhe i burgosur i çdo gjëje që rrethon në këtë botë. Por edhe pse sillen në këtë mënyrë, në qoftë se këto duan të gjejnë rrugën e vërtet, ka përsëri shpresë. Në fakt, me që pas ka shpresë, ke 1 Korintas 15:33. Një Korintas 15:33. Lexojmë. Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Mos u gënjeni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Një kjo. 2. Predikuesi 9:18. Marrë mend të vargun se shumë e rëndësishëm. Predikuesi 9, vargu 18, Bibla thot: Dituria vlen më tepër se armët e luftës, por një mëkatar i vetëm shkatron një të mirë të madhe. Një mëkatar i vetëm shkatron një të mirë
të madhe. 1. Ka dhe i varg tjetër. 2 Korintas 6. 2 Korintas 6, 17-18. 2 Korintas, kapitulli 6, vargje 17-18, dy të fundit, pra lexojmë. Prandaj, dilni nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të ndyrë, dhe unë do t'ju pranoj. Dhe do t'i jem si një atë për ju, dhe ju do t'i jeni për mua si bijtë e bijat, thot Zoti i plot fuqishëm. Pra mjafton që lexojmë ke Predikuesi 9:18, që mjafton vetëm një mëkatar i vetëm, 1, në kish, 1, në shtëpi, 1, në shoqëri, vetëm 1 që të jetë me ty, që të shkatërroj një të mirë të madhe e të bëhemi të zhyrë si ai pastaj. Si puna saj që si është ajo që thot një drur i shtrembër thot e prish gjithë stifin. Edhe kështu është me vërtetë edhe e punë. Por po të dalim, thot tuke 2 Korintas 6, tani 17-18, po të dalim e të largohemi nga këto persona, Perëndia na pranon, e na udhëheq në rrugën e tij, dhe ne kështu e njohim akoma më shumë, dhe akoma më shumë. Se Perëndia, bekimet e Zotit nuk kanë përfunduar. Ne kujtojmë, ne ngopemi me pak nga herë. Ne ngopemi gotë. Kur thot Zoti, po gjithë që angësh që joti, pse ngopesh me gotë, pse të mjafton kjo gota? Ne pra e limitojmë ne Perëndin. Okej, sepse nuk dim. E dim tani, mungesa e njohurisë fjalës na bën nga herë dhe neve të humbasim këto bekime. Por kur kemi fjalën, pra, kur ne marrim zbulesën, siç thotë vetë fjala, populli im humbet, për çfarë humbet? Jo për besim, për mungesë njohurie, se s'ka njohurinë e fjalës. Pra janë shumë gjëra që ne duhet i dim. Do thoni ju, po ku e di unë se di gjithë Biblën? Nuk i intereson Zoti. Mjafton që ti vazhdosh ta kërkosh në thellësi Zotin. Vazhdosh ta kërkosh Zotin për ditë. Kaq është ai që të zbulohet. Të largohemi pra nga këto lloj individësh që na prishin stifit, si thënë pra që një dru shtrembër e prish gjithë stifin, pra një mëkatar i vetëm shkatron një të mirë të madhe dhe duhet të largohemi, kemi kujdes. Do t'i hasim, e dim që do t'i hasim, se ndoshta nuk i kemi atë dallimi që t'i njohim fillim, do na bin, po ama kur e kupton, është ora që të gjesh forca dhe të largohesh, sepse gjithmonë, siç e themi që një njeri mirë nga kush dallohet? Nuk dallohet nga ato që shoqërohemi. Se ne mund edhe të shoqërohemi pa i njohur në fillim. Mund të shoqërohemi sepse na duken të mirë. Pa ama kur e kupton se kush është, këtu dallohesh se kush je. Kur, si, për shembull, kur ti dallimi është tu kur ti dallohesh nga tjerët, kur ti shmang atë që është për të shmangur. Pra tu dallohet një njeri i mirë. Kur ne shmangim njerëzit që nuk janë për ne, jo ato që ne shoqërohemi, sepse siç thash ne edhe mund të shoqërohemi pa njoft, ama herë që njoft, këtu tani kuptohesh se kush je. Nëse ti e shmang këtu njifesh që je person i mirë, jo pse u shoqërove. Gjithë mund të shoqërohemi, gjithë mund të rrezohemi, gjithë mund të gabojmë. Ama kur e kupton, largoje. Nëse se largon, atëherë do thotë që këtu ke ti problem. Por nëse ti e largon, këtu kuptohet që ti je njeriu mirë. Pra, një njeri drejt njifet nga ajo që ti largon, jo nga ajo që ti shoqërohesh, sepse ne gjithë mund të shoqërohemi. Prandaj, këtu thot Zoti, dilni nga këto njerëzit, largohuni nga këto njerëzit, sepse nëse ju shoqëroni me këto njerëzit, ju do zhyni me këto njerëzit dhe unë do largohem, ju do kërkoni, po unë nuk do të gjindem. Ama nëse ne duam të njohim më thellësi Perëndin, pra të njohim gjërat e Perëndis, të dim pra të kërkojmë si gjithmonë fytyrën e Perëndis në lutje, duhet rish dhe me personat e tillë që e duan Perëndin. Jo, nuk mund të zhyhemi, nuk mund të bëjmë, ose nuk mund të shërbejmë dy zotrive. Prandaj o andej o këndej, zgjidh e merr. Kjo është pra ajo që ne kemi këtë mundësi që ta njohim Zotin pra më në thellësi. Kemi gjithat, na ka dhënë gjithë kapacitetin, na ka dhënë frymën e vet, na ka dhënë fjalën e vet, na ka dhënë vëllezër e motra, që ne të rrim bashkë në bashkësi edhe për ditën e kur jemi me njëri tjetrin, për ditën e kur lutemi, për ditën e kur
kërkojmë të fjala e Zotit, për ditë, Zoti për ditë na zbulohet, na surprizon me gjëra të mrekullueshme. Kjo pra ishte nesër, unë kisha përgatitur të thjesht një mesazh, edhe ditën e jetës shikojmë, gjejmë një mesazh tjetër që na intereson, por pastaj kam përgatitur sa mesazhe që janë shumë të mira, jo për illujtarinë, jo ndoshta edhe për martesën, do flasim edhe për dashurinë e Zotit, pra ose do flasim edhe për adhurimin mbi gjithë, sepse do dim se ngatrojmë, shikoj që aty ku dalim nga herë aty arrit kuptojnë adhurimi nuk e kuptojnë as adhurim. Fjala adhurim shkon përtej asaj që ne mund të imagjinojmë, për do flasim kur të vi dita për këto gjëra, pa kemi goxha. Pra takomi radhës tjetër, ditën e ejte, edhe ndash Zoti do takomi, Zoti don, kështu që ne do takomi. Unë ju falenderoj si gjithmonë, Zoti t'ju bekoj për çdo lutje, koment, edhe takomi të ejtën, mirupafshim, bekimet gjithë.